Vetëm me 82 votat e nevojshme, shumica socialiste në kuvend I tha jo në përfundimtare kërkesës së strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për autorizimin e arrestimit të deputetes dhe ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Vetë protagonistja e kësaj seance, Balluku, zgjodhet mos ishte e pranishme në sallën e parlamentit gjatë debatit për votim, ndërkohë kryeministri Edi Rama qëndroi në sallë deri në momentin e votimit. Seanca u shënua edhe në mungesa dhe qëndrime të ndryshme brenda rallëve të socialistëve. Karrike e lënë bosh nga ish kryetaria e parlamentit Eliza Spiropali, e cila bojkotoi pjesëmarrjen në këtë seancë, u interpretua si një shenjë përplasjeje me Ballukun dhe një thyerje e vendimit politik të grupit socialist. Po ashtu munguan edhe deputetët Fatmir Xhafaj dhe Blendi Gonxha, të cilët ndodheshin jashtë vendit. Në mungesë të gazmen të bardhë dhe të raportin e opozitës në favor të dhënies së autorizimit për arrestim, e lexoi deputeti Oerd Bilugbashi, ndërsa raportin kundërshtues në emër të shumicës e paraqiti ish ministri I drejtësisë Ulsi Manja. Seanca u shoqërua dhe me tensione në sallë. Bllokimi I foltores nga deputetët demokratë detyroi socialistët të aktivizojnë atë që njihet si mekanizmi I zhbllokimit, I përdorur për të vijuar procedurat parlamentare lidhur me emrin e deputetit Taulant Balla. Në të kundërt, përmes mos miratimit të rekomandimit, siç është bërë tashmë publike nga qëndrimi I grupit parlamentar të mazhorancës socialiste, dhe të kemi ende kohën për dëgjuar nëse ka ndryshim, cënohet interesi, pra me propozimin për mosheqjen e imunitetit, cënohet interesi publik, dekurajohet lufta kundër korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin, dëmtohet reputacioni I parlamentit, të gjithë do fillojnë ta shohim si korrat që mbron krimin dhe korrupsionin, pengohet drejtësia dhe kuvendisht ndërrohet në mburojtje politike, në mbrojtje të zyrtarëve të lartë korruptuar, ndërhyjet në kompetencat e sistemit drejtësisë, si dhe cënohet parimi I barazisë para ligjit. Provat mbi të cilat mbështetet kërkesa janë në thelb të njëjtat prova që kanë qenë në dispozicion të gjykatës posaçme në momentin kur ajo vendosi masën fillestare të sigurimit personal, ato të ndalimit të daljes jashtë shtetit. Nuk ka asnjë ndryshim rrethane nga ky moment dhe deri në momentin kur ky kuvend po shqyrton këtë kërkesë sot. Deputetja ka respektuar plotësisht masën e sigurimit të vendosur nga gjykata. Duke patur në dispozicion të njëjtin material provues, gjykata e posaçme kishte vlerësuar më parë se masa më e përshtatshme dhe proporcionale ndaj deputetes Balluku ishte ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit dhe jo arrest. Zoti kryetari I kuvendit, bazuar në 49, kërkoi kalimin votim në pamundësi për të zhvilluar diskutimet.